Po I referohem proces verbalit që është në faqen e kuvendit për votimin që është bërë për ligjin për barazinë gjinore dhe tekstualisht këtu thohet që kanë qenë pranishëm 135 deputet, pro 77, kundër 36 dhe kanë marrë pjesë në votim 113, pranishëm që nuk kanë votuar janë 22. Ky proces verbal I nderuar kryetar është I falsifikuar sepse kam dhe emrat këtu me radhë, I kam printuar nga proces verbali, është I falsifikuar sepse pranishëm nga deputetët e Partisë Demokratike kanë qenë 36 dhe në unison kanë votuar kundër. Pa ekujvok ka qenë qëndrimi I Partisë Demokratike në këtë pikë. Dhe ju furnizoni mediat me dokumentat falsifikuara dhe konkretisht, në qoftë se e doni, Josefina Topalli, zonja Topalli nuk ka qenë prezent, e keni shënuar nuk votoi. Madje, Ina Zhupa nuk ka qenë prezent dhe e keni shënuar nuk votoi. Edi Paloka nuk ka qenë prezent, e keni shënuar nuk votoi. Madje Gazbardi ka qenë I përjashtuar nga ju. Në proces verbal, Gazbardi figuron që nuk ka votuar. Dhe kështu vazhdon, ndoshta me Flamur Nokën, me Arjanin, me Krekën, dhe kjo nuk është rastësi, kjo është e qëllimshme. Unë nuk e di sa herë ka ndodhur kjo histori në votime në ligje sensitive, me ndjeshmëri të lartë publike, se pastaj ndërseni mediat tuaja ju dhe sulmojnë Partinë Demokratike. Jo, kemi qenë në unison, thash, pa ekujvok kundër këtij ligji, pavarësisht rrugëve që përdoret. Dhe ka një gjë tjetër. Po ai proces verbali, zoti kryetar, tregon qëndrimin ton seancë. Fjalët që themi, te kalimet që bëjmë, dhe unë aty nuk pash asnjë fjalë zotit Berisha që te kaloj fjalorin apo qëndrimin e tij, ndaj cilit ju morët një vendim për ta përjashtuar nga seanca. Dhe e bët këtë vetëm me një deklarat jashtë parlamentit. Ne jemi deputet, ne përjashtohemi, ju mbani qëndrim vetëm brenda sallës, sepse sipas logjikës tuaj, jo më larg se dje, jo vetëm unë, po dhe tjerët kemi shprehur qëndrime kritike ndaj zonjës Kos. Do na përjashtoni ju sot ne se e kemi bërë. Ta dim se ju keni pre fjalën e lirë këtu. Faleminderit zoti Boçi. Faleminderit. Në fakt kjo pikë është për proces verbalin e seancës plenare, ju referuat proces verbalit të procesit votimit, I cili natyrisht gjenerohet, ju lutem, gjenerohet nga sistemi elektronik. Votimi për projekt ligjin të cilit I referohen ka qenë votim I hapur me elektronik. Ka vetëm një gjë racionale që vlen të theksohet nga fjala juaj. Nëse kartën e linit vendosur e lini brenda, atëre rezulton që jeni prezent. Kështu që ju lutem për të mos e keq informuar sistemin, ju lutem hiqeni kartën kur nuk jeni prezent. Dhe votimi kundër nuk bëhet me mendje, por bëhet me shtypje butoni. Sistemi është elektronik, proces verbali gjenerohet nga sistemi. Nëse pretendimet pastaj shkojnë në falsifikim sistemi e tjera, nuk janë diskutime që bëhen në këtë sallë. Faleminderit, miratohet proces verbali.